Ajetin që lexova vëllezër shumë lidhet shumë tema për cilën do të flas tash për prizmet, vlera dhe rëndësia e njerit tish. Vlera dhe rëndësia e djetarit. Çfarë vlera ka të Zotit që tish? Çfarë rëndësie ka njeri me pas dije dobisht? Në ka nga i cili punon sipas asaj që ja ka mësuar Zoti Madhreshëm. Nga e që shkputit nga bërët e Zotit Madhreshëm, se dija është për gjana më të vlefshme. Dija është për gjana më të vlefshme të Zotit Madhreshëm. Kur i referohemi atyre që posedojnë këtë dije që ja ka dhënë Zoti Madhreshëm, Allahu në Kur'an thotë innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Ata që më shumë i kanë frikë respekt Zotit Madhreshëm. Janë njerëzit e dishëm dietar. Sa më i dishëm që është njeri, aq më shumë e don dhe respekton dhe nënshtrohet Zotit Madhreshëm. Prandaj Allahu xhalla xhelalu i ka dalluar njerëzit e dishëm. Dhe njerëzit më të dishëm i thonë pejgamberët, dhe ata më shumë ju kanë frikuar Zotit Madhreshëm. Dhe ata më shumë të kanë adhuruar Zotin e Madhreshëm. Dhe ata më shumë të kanë shpresuar shpërblimin e Zotit Madhreshëm. Prandaj as shumë pejgamberë e thonë për dëm të Zotit. As shumë e adhuron të Zotin, saqë kanë të ti, ishin endur. Dhe një ditë, ishin me pyet. Aja Rasulullah, pa kur dihet se Zoti i ka folë gjunohat e kaluara, dhe ti ka folë gjunohat e ardhshme, të ka mbrojtur prej gabime, shkurta ka garantuar xhenetin, pse lodhesh ka shumë me lodhë vetën? Me ibadet adhurim vullnetar pejgamberi alayhis salam. Atëra kisha thënë, efela ekuna abdan shakura. Atë mos jem rreth falëndërues ndaj Zotit Madhreshëm. Kjo është një dishëm o vëllezër. Kjo është shembull që na duhet të ndjejmë. Për njerëzit e dishëm ta pejgamberi alayhis salam, edhe peshku në det, edhe balena në thellësinë e detit, o çon. Po edhe aja me lingona në vrimën e sonë. Lutën për kërkuesin e dijes. Lutën për dietarin. Lutën për atë që ka frikë Zotit. Subhanallah. Edhe krijesa të tjera, çka kanë tokë dhe në shihet, lutën për atë që është i dishëm, për atë që punon sipas dijes tij, për atë që kjo është vlera dhe rëndësia e alimit dietar të vëllezërve. Hel yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun. Zoti më thotë, a janë barabartë ata që dinë dhe ata që nuk dinë? Natyrisht nuk janë barabartë, kjo shprehje në Kur'an, përgjigjja është e dishme. Po Zoti për me tregu se atyre që i ka dhënë Zoti dije i ka dhënë shumë. Nëse i referohemi ajete të tjera kuranore, vëllezër dashur, me lutje se Allahu xhalla xhelalu njerëzit e dishëm i kanë ngritur krahun. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Zoti ngrit ata që kanë besuar nga mesi juaj. Edhe atyre që është dhënë dije në shkallë. Ai që bën ibadet e adhuron Zotin, Zoti e ngrit, pa ai që bën ibadet dhe është i dishëm, Zoti e ngrit ramar. A është i barabartë ai që din dhe ai që nuk din? Natyrisht që s'janë barabartë, Zotit. Për këtë arsye duhet të mësu, me studiu, me lexu dhe qëllimin e vetë me pas me arrit knatësinë e Zotit Madhreshëm. Me arrit knatësinë e Zotit. Nëse Zoti është i kënaqur me ty, te ki këtë botën. Po dhe këtë botën, nëse këtë këndatë është Zoti është me ty, s'ka që punë. Mjafton që ti me pas përkrahjen e Zotit Madhreshëm. Allahu subhanahu wa man yu'ta al-hikmata faqad utiya 'ilman katira. Ati që është dhënë të Zotit në çuria, urtësia, hikmeti, është dhënë dije shumë. Yu'ta al-hikmata man yasha. Allah ja di ati që don. Allah ja di ati që don. Prandaj vëllezër dashur, ati që është dhënë dije do të nëjë me ta. Me mësu prej tij, me respektu se dietar
o vëllezër të ndershëm, janë trashëgimtar të pejgamberëve. Pejgamberët kanë shku, ata kanë lënë dije, kanë lënë pasuni, madh. Dhe dijen e tyre, pasunin që kanë lënë ata që kanë në dije, e kanë marrë njerëzit e dijshëm dhe kanë trashëguar. Prandaj o vëllezër të ndershëm, sa herë që dëgjojmë lajme për vdekjen e një dietari, për vdekjen e një shkencëtari, për Zotin duhet me çfarë të mërzi. Mërzi. Se Zotin nuk e merr dijen në kuptimin që me marr prej kokës të njerit ose prej zemrës të njerit ose personalitetit të njerit. Po dia o vëllezër të ndershëm, ka afrimi kiametit, dia me vdekjen e dietarit, me vdekjen e kolësve të mëdha. Na jemi dëshmitarë të vëllezër të ndershëm që kohën tonë në fundit kanë vdekur shumë dietarë të mëdhenj të botës islame. Në mesin aty dietarëve të mëdhenj kanë vdekur disa dietarë, cilët kanë qenë edhe shqiptarë. Edhe populli tonë, qofshin me përjarën nga Shqipëria, qofshin me përjarën nga Kosova, qofshin me përjarën nga trojët shqiptare, cilët krejt bota ime, bota islame, ata që duhet më njohë, se ata që nuk din çka është feja, nuk din çka është besimi, nuk din çka është me thonë dhe kanë shkencëtarë dhe dietarë dhe teologë, nuk ka problem. Dhe pra më vëllezër të ndershëm, e morëm në lajm të libër me vdekjen e një dietari të madh. Dhe dietari më të mëdhenj të botës islame. Pra në akşam ka vdekur një prej dietarëve më të mëdhenj të botës islame. Me periudhën nga shkolla. Shaib el-Arnaut. Shaib el-Arnauti, një prej dietarëve më të mëdhenj të botës islame. Afër 90 vjeçar, i cili gjatë gjithë sa jetës ishte në kontribu shkencës, dijes, fesë. Ishte lind Damas Cilis, ishte për shqiptarët e parë që të kishin lind nga Shqipëria, nga zullumja se ku, nga kultura ta se ku familja e tij, dhe pastaj ka vdekur nga ai. Inshallah Zoti ka mëshiruar. Inshallah me ta që ne na bashkë. O vëllezër të ndershëm, ajo që dia nuk hub, po hum me vdekjen e dietarëve. Do të më mërzit kur vdes një dietar. Se dietari është një lloj poçi i madh që i bën njerëzve drejt. Dhe sa herë që vdes një dietar, njerëzit një pjesë e madhe dhe njerëzimit jetë të. Jetë në ignorancë. Prandaj për këtë do të më mërzit. Para mendon të vëllezër të ndershëm të media tona. Sikur një shqiptar në botë, po shprejna me thjesht, shumë thjesht, dhe të kishë ra Allah të arisë. Në shemë të shumë thjesht një analogi, dhe i kishë vetu 1 milion, këtë media tona, shtetërore dhe jo shtetërore, private dhe këtë adion të shqiptare, lajmi ditës i shkon filan shqiptari, ndështë ajë filan shqiptari, se sa përnesht ata që i tim vëllës nuk jem burat mira, do nësa e të ndalush me këtë arisë. Edhe ajo është lajmë i këpshëm, mu transmetu në lajme se një i paskara lotarisë, kjo është nëzitje në patënësi, kjo është njerëzit një nëzit që me fitu në mënyrë jo të leqme. Dhe ishtë bërë lajmë që filan shqiptarin, filan shtetit përëndimit i ka fitu kaç miliona. A do të ndohë kështu, dish për i djetarëve më të mëdhej muslimanë, që s'pas ki lidhet i me islam, pa për dometit shqiptarë, a i ka qenë dhe shqiptarë. Veli Shaib el-Arnauti për e cita i ka thonë, kur përmend dhe që emë në shqiptarë dhe gjokën në duke që qatë më më ndushë. Pra, se shqiptoj ka citë, kur ka vizitu Kosovën, në sa, kemi posë rastën më taku me ta. Kështu, të nëse harë së të katër musliman, s'po të ndërsoj ka për islam, në këtë prizmen që ka qenë njëri gjatë tanë, do të më interesu atë medje që i kishtë të prore të i përgjesë, që me dhonë lojme, sot një Jordani ishtë dashtë me konë, për në kjërë, ishtë dashtë me konë delegacionet shtetit Shqipërisë, Kosovës, Macedonisë, ku ka shqiptarë me marë pjesë në varrimin e ti. Se bota islame është mërzit për vdekjen e këtij dietarit madh, i cili përmbi 100 sallë libra kalon, trashëgimisë botërore, trashëgimisë islame, autor dhe bashkautor dhe recenzor dhe korrektuesi libra të vjetra, që ka shkuar dietarë të mëdhenj, ka korrektuar dhe ka korrigjuar gabimet e tyre.
Kë ka qenë rolli i tij. Prandaj është turp. Kjo është turp i media për ata që kontrollojnë. Turpi i dytë është të fillu prej liderëve prej parët pa përjashtim. Para disa dite keni prëft që për cilën nuk e njeh. Dikush Vatikan, nëse zgaboj papa e dhanë në dekorat. Nuk e thamë dekorat, se s'mi ditë me energjinë e të nësë në gabu. Se shemprimi ta kam vetëm Zotin në shemprimi. Dhe, s'ka të heshe, e dhanë në dekorat, u shtynë të fillu dhe ati të pare Shqipëri, këti tërë, pare të tërë, ditët të tretit, cilin e për Facebooket, në për profilet e tyre me shkru se kjo është arritje kombit shqiptare ku ta dinu. Në dhej para sa marrë të i për cila asë njerën nga liderët e shtetit tërë dhe shtetit Shqipënis nuk shprejnë ngushëllim. Nuk këtë ngushëllim botën shqiptarë dhe botën islame. A dhe këtë që qatë regon kjo? Këtë regon se kemi u hesë cilët nuk di që e. Cilët tutën nga vetja atyre. Cilët tutën nga vetja atyre. Cilët bëhen musliman vetëm bajrama, a ato në bajrama të të në shku në gjami. Edhe ka pak fillim më bëhen musliman, po të shkua fëshate e qikë. Për Zotin, për këshari e tha. Se në dishe disa në gjami në njerë, kësha që i mbronin ka pak këtyrat që vojë gjahimi në politikë, sa për kjo është fejë në gazë të për Zotin, Zotin e kam dëshmitar dhe prapë se dhe nëse nuk unë ka marrë gjuni për këtë djetarë që ka dhe. Edhe falenderoj Zotin që më ka mundësu që më lutë për ta natë, edhe kohën kur pranë për të lutë. Në disa herë të takus, ku mësu dhe e këti. Për djetarë që ka pas bota islamë për djetarë më të mëjë, që kanë dhejë shqiptarë në studin Albanë, Zotin Mshirov. Abdulkader Arnauti, djetari tjetëri cili ka vdekë pa ashtu Zotin Mshirov. Suleman dhe Bega Hoxhi, Raj Shkodran, Zotin Mshirov. Edhe kuj funit ka e ka qenë djetarë më të mëjë që bota islamë në ka në full për fejë. Gjithë kush përzirë që ishte të fejës pa pas raperë. Edhe të shkencës, kur desin djetarë, kur dhanë djetarë, shkencëtarë. Pra ndaj, Sufjan e Thauri ka thonë një fjallë shumë të mirë. Ka thonë, kur të shturë, marinara të shturën atë në qikë, të të ranjë. Kur shturën ata shëvera dhe anije në marinara. Kur shturën ka thonë shumë, atëre për në bërë se ranjë. Dhe posë për qëllimë, kur shturën ata që s'kanë të verë në bije, në full, atëre është rëzikë për në bërë se ranjë. Pra ndaj, në zëtër shumë, kur desni djetarë, bot një pjesë e madhe dhe botës ështëërsu. Andaj lutë, të shek shuadra Arnautin të shodhën të Zotin Mshirov. Ka vdek natën e gjumoh, i pejshaja të njerëzve të mirë, së të varës të ditën e gjumoh. Shodhën Zotin Mbrëm, ka pytje në barë dhe një natë në barët, dhe në shala e bënë vend në ti në gjenet, në vend të lakmushme. Afer pejgamberit al-Islam se ka qenë për njerëzve që mas shumë të një boti ka shërbyt سميت ابن تشميس بكابير قولي قولي هذا واستغفر الله